Wow, gati, fillojmë. Ju përshëndes gjithë, episodi yni 43. Jemi dobët, fillova direkt me vrejtje. Jemi dobët me subscribe, go to YouTube channel në çdo reels që bëj. Komenti i parë është për nga YouTube channel që kemi, na supportoni, views janë terrific. Marramendse, po duam komente, duam dëgjojmë komente tuaja, gjithashtu dhe likes. Ta shikojnë 6.000 veta, 6.000 veta, 7.000 veta, 3.000 veta, 5.000 veta podcastin, episodin, edhe të ketë vetëm 5-6 likes apo 10 apo 20. Like, we need more likes. You guys have to support this channel. Please. Kjo do na ngrej ne që të bëjmë emisione sa më të bukura, episode sa më të bukura. Punojmë hard këtej nga ana jon, punojmë pa mas. Një nga sponsorët kryesor të podcastit ton është Halo Construction. Tani kemi një projekt, si që shikoni na kontrolloni në Facebook, në page-in ton aty, në faqen ton të Facebookut, Halo Construction, kontrolloni gjitha projects që kemi aty. Tani së fundmi kemi një projekt në Beverly, Massachusetts. Është very nice project. We racing po ngrem 2 tavane, kanë qenë flat, po I bëjmë cathedral. Nuk e di si mund ta quajnë në shqip cathedral. Po po shkojmë mbas çatis të dali që të ngrihet sipërfaqja kubike e dhomës, të ketë tavane të larta. Marrë shkruajmë kollaj. Edhe atje do vendosim 2 skylight, po bëhen hardwood flooring, plumbing, elektrike, po del gjigande, do ndaj me juve fotot direkt kur të mbaroj. So edhe njerë sponsor kryesor I episodeve dhe këtij podcasti është Halo Construction. 978-590-6465. Na kontaktoni dhe do japim çmimet më të mira që janë në treg dhe një punë që se keni parë ndonjëherë në jetë të jetëve, like nga më të bukura. Unë jam vetë si zanzar pune, po nuk I pash gjitha gjërat që të shkojnë në petë, rrin kështu like fjoll. I'm not gonna touch it. When I walk out to the room, ku largohem nga dhoma, nga shtëpia, nga projekti që kam, ku largohem, dua që të shikoj buzëqeshje dhe të shkëlqejnë syt pronarëve të shtëpisë, që dua që të më marrin tërë kohën për projektet e tyre. Më mirë bëj një projekt në muaj për shembull, se sa të bëj 3, edhe të jetë me zëna e me të grira e me mos kënaqje, mos pëlqime. Prandaj, por jo vetëm, çfarë do të citoja tjetër? Kërkojmë mbështetjen tuaj, në qoftë se për të bërë sponsorizime këtu në kanalin ton të YouTube-it, në podcastin ton. Në qoftë se keni dëshirë të bëni një ad këtu në emisionin ton, na kontaktoni, gjithashtu gjitha bizneset. Bëjmë reklamat të gjitha bizneseve, llojet bizneseve, nga pizza places, you name it, doctors, si që thash do vija dentistja ime, presje të vija jo accounti im, it's a very nice lady, accounting girl, that I do my taxes all the time, që bëj gjithmonë taksat kush do vi. Po pizza places, doctors, engineers, you name it, lawyers, doni të vini tregoni historinë tuaj këtu në podcastin ton, you are more than welcome. Doni të bëni sponsorizime këtu në podcastin ton dhe të reklamoni biznesin tuaj, jeni more than welcome. 978-590-6465. Na ndiqni, nuk do mbeteni të zhgënjyer. Dhe ju presim me krah hapur. Tani ku do vemi? Se s'po presim do të me plago, sa kemi edhe 4 orë, 4-10 ora. Dhe 4 orë kemi na ultimatumi që presidenti Donald J. Trump I ka dhënë Iranit, kupolës së Iranit. Në orën 8 ndarke s'ka donë ultimatumi. Si që kam thëmë më përpara, don't fuck with America. Mos los me presidentin Trump. Presidenti Trump, ka ego të papar. He cannot take no for an answer. Nuk e merr jon për përgjigje.
o do bësh si them unë o s'ka. E kam frikë se kjo gjë dhe ju kam thënë që në beginning kjo gjë po vete do shkoj, kam frikë se do shkoj me bombë, do i hedhi ndonjë bombë nukleare atje 2-3 na këto të vogla, tactical ones, but like çfarë kishte thënë në deklaratën e tij presidenti Trump në Twitter, do i zhduk ka thënë si civilizim sonde, ka thënë do zhduken ata si civilizimi iranian. Është shumë e rëndë për të thënë, por nuk e di. Më vjen gjyna për atë popull, nuk e di se si do të shkojnë gjërat. Tonight tha ai do të jetë qofse marr jo për përgjigje, tonight tha sonde do të jetë power plant day. Edhe nesër është unbelievable. Nesër thot do të jetë bridge day. It's crazy. Do godasi tëra urat dhe linjat elektrike, power plants atje kur prodhohen hidrocentrale apo vendet nukleare që ata përdorin vetëm për energji. Nuk e di si do shkoj ky muhabet, po çfarë kishte ndodhur sot? Kishte ndodhur sot një lajm i fundit, pash që Irani rreth power plantve, pasi ka thënë Donald Trump që do jetë power plant day, ka rrethuar gjithë power plants që janë në Iran, i ka rrethuar me burra e gra e fëmijë. Po bën barrikada atë që presidenti ka bërë ata si barrikad me human barricades. I ka bërë ata si barrikad që presidenti Trump dhe Amerika mos t'i godasi. Por për para se të shkoj te kjo, dhe t'ju flas më me hollësi, çfarë kemi tjetër? Unë atë Big Brotherin po e ndroj qik programit, kemi qik t'i qeshura, pasaj do vi prap tek ajo. Tek lufta se gjërat, the shit is getting too serious. Qysh e thonë amerikanët, shit is hitting the fan. Këtë Big Brother si shkoj do të fare, këtë Big Brother e ka sot, e ka vëna televizorin, po është nam fare, se qa kanë ngell ca figura aty men, qa kanë ngell ca tipa në këtaro, gertra e mirëra e, I don't know man, një gjuhë e përdorur, unbelievable, nuk shikohet, disgusting, kur them nuk shikohet. Unë faktikisht pak e kam parë, nuk është se kam ndjekur shumë. Të tjerë më fillin me details, do me dhe se si di, po kjo miri, dhe më tregojnë, kur vete pina babaj nga andej noj kafe, që rri pim noj kafe me dajot, që shikojmë në një këshu prime, në një gjysore, një orë, që rri pim një kafe, but it's getting crazy, man, kur I dëgjoj, them like, is that for real, nuk I besoj, me të vërtet e keni ju që thot kjo e bën kështu. Është crazy fare dhe ta degenerojnë në atë mënyrë atë qup 23 vjeqe, po ja u them, ajo kur të dali nga Big Brotheri, fuck the money. When I'm telling you, të dhjefsha mu në para, se ato 170.000 dolar që do marri, e di që janë shumë për Shqipëri, po ato 70.000 dolar me she needs it for rehab. I'm telling you, ajo duhet vej në rehab pa tjetër men. Duhet vej në rehab të mbledhi, mënd e kokës, tension, po ja u thot Altini, I pa par, ta mbash në tension një fëmër 23 vjeqare ashu dhe tu vi turp, po jo vetëm këtyre që janë atje, se s'dua t'i shaj, po dhe këta të produksionit, nuk e di se marrë vesh se si I mbajnë. T'ju them një fras të shkurtër, nuk e di ku e kam dëgjuar, por jeta, men, jeta është taf, është shumë e vështirë jeta kur të gjitha gjërat shkojnë jashtë mas e mirë. Jeta është shumë e vështirë kur gjitha gjërat shkojnë shumë mirë. Can you imagine, imaginoni dot apo jo të jesh në atë stres ashtu? Men, është stresi pa parë. Ta godasësh njerin kështu, vetëm shari ofendime. Well, ti drejtojsh asaj një vajze 23 vjeqare, okej, dhe ajo s'ja ka lënë mangut, po like, ka ndryshuar se si është ajo, si kameleon, si pas vëndit merr dhe ngjyrën. Është like, unbelievable, ka dalë dhe ajo fare nga vetë e saj, e shkatruan dhe atë në këtë mosh kaq të re. E shkatruan, men, ajo do 70.000 dolar, ajo I do vetëm rehabs të vej në për spitale. Do merja një puro, vetëm duhet ta do has.
merja vetëm një puro dhe doja ta nuhasja me që kam qik whisky. I like the aroma. Edhe kështu, po çfarë ndjek me kënaqësi? Ti kina kjo, çfarë ndjek me kënaqësi? Me kënaqësi është ma se ndjek mozën. Moza Meti kam bërë një klip 20 sekonda, një reel si që kam hedhur të premten kur kam pasur ata se moza është e pa parë. Kam hedhur reel si kam marr. Ja u thot Altini reel si kam marr 220 e ca mi views. Që është në Facebook, kontrollojni në Facebook 220 e ca mi views plago. E pa besushme, Galata Qyfyria që jam enderosi Ermalit ka qenë. Dhe sa e pash, dhe ja dua ta ndaj me ju t'ja u tregoj. Më falni një sekond. Dhe sa e pash, atë real si në thash, like, what the fuck is he talking about? What the hell is he talking about? Qa po e pyet atë, kush është baba im? Shkojnë, gjojnë qik videon, se është nam fare, gjojnë qik videon. Apo nuk jemi në lojë? Në lojë jemi, po, a e diti kush është baba im? Babaj tim apo babaj im? Jo, babaj tim. E diti kush është? Baballar zakonisht të difen. Jo, po, mos thu. Orman, po qdo Orman, qdo Orman. Shiko si qesh si budalla, man. Can you believe it? Një ofendimi pa par, nuk dua ta like, nuk e di se si flet Robi në atë mënyrë. Diti kush është baba im? Moza, period. She saved him. E ruajti, nuk e ofendoj, se përgjigje saj, pa përgjigjen që a I tha, po baba I tha jo, se s'donte që ta ofendonte. Përgjigja e dur ka qenë. Nuk të ka thënë mamaja, kur a I e pyet, që e diti kush është baba im, moza duhet I përgjigjej. Nuk të ka thënë mamaja. Why? Your mother didn't tell you that? S'ta ka thënë ty mamaja këte, kush është babaj? Like, po ti kishte thënë atë, po ti ishte një njëri me mend atje, I mbaron të karierën, I fiku karierën, atë e ka lënë me brain damage, ta them unë ka shkull flokët në shtëpi ku ka vajt, këto tjerat që ka tani I ka me mbjellje, I ka mbjell overnight, ka shkull, po të ketë me qenë me cip, po gjas me I merë me të qeshurej, po qesh aty, kur del më mbrapa pasaj, bie murit me kokë. Like, what the hell, man, nuk e kam pëlqyer asnjëra, qenë këto idiotizma, këto budallëqe. Le që moza është e pa parë, është e studiuar, e lexuar. It's like, ky budallaj me ekt mua si ai, me ekt si bodyguard, I bën sikur I dip bullet në cyanide. Po kur flet, si bodyguardi Joe Zazës, tek keni para pjesën, kur e pyesin që kishte parti në Al Pacino, Godfatheri, tek episodi 3, Godfather 3, e pyet ajo goca atë Andy Garcian. I thot, po ai kush është brapa Joe Zazës? Është Anthony Scoglieri, I thot, ai është, they call him Ant. Why they call him Ant, I thot, kështu dhe është, se ai, he dips the bullets in cyanide, I thot. Kështu dhe Ermali I dip his words, I zhyt fjalët në cyanide, që kushti dëgjoj t'i ketë helm, like, man, can you believe this shit? Like, be real, man. Po kur do të thot, si kur do të flasi me lafet mëdhaje që bën pauza nga fjala në fjalë. Si kur I nxjerr ato fjalët na pusi, po nxjerr qerat pa para, qerat mëdhaje. Can you imagine? Po nuk bësh do ti si Tony Robbins o shoku se pagove $10,000 ti atje pe Tony Robbins e u bëre Tony Robbins. Ore, kush janë ata që I vjen këti që e dëgjojnë për ato foltoret që bën kyse, ma o që mëndet, trajnimet. Ore, janë në rregullta, me edhe flokët lartë, se vajta shumë po e shaj. Me edhe flokët lartë, si ku ja ka raur era e dituris. Like, what the fuck you doing, man? Are you alright, man? Are you alright? Po me ato ma heq mendjen me ato pauzat që bën nga fjala në fjalë. Por nuk thot as fjalë, thot këto lidhset. Mendohet çfarë do thot mes lidhseve. Nese, man, vafs mbar atje, po can you fucking believe it, kjo do I shkurte unë flokët si ai.
Can you fucking believe it? A beson ti apo jo? Këtë shit, këtë drejt. How? Moza është brenda. Si ka mundësi që është Moza Ahmeti brenda dhe Ermal Mamaqi jashtë me atë tjetër, Nusen e Zeni, like, komentojnë ata këta brenda. Këta me, kjo është me doktoraturë, vllai. E njini Moza Ahmetin ju apo jo, që kur filloi ferma që e futën se kisha qef ta shikoja ku do fusnin. Sa e pash Moza Ahmetin, po e shikoja me gruan, sa e pash Moza Ahmetin, sa e pash i thash Nusës kjo do jetë, se ajo është funny, është karakter, është like, you name it, le që është me doktoraturë, është gjigande, e ka marrë gjitha ato çmime. Po like, le që është funny, thash, por nuk ja ha qeni shkopin me atë fjallën time, se mos e bëj dhe unë si Albana, them atë fjallën tjetër, merr flaksi pushke e jebgut. A ishte budallë ku acaruan qik ropë, është vetëm një fjalë, nuk është se kishte minin brenda, like, për të shar ata, nese, po ikin Albana, po. Man, Mozës nuk ja ha qeni shkopin. Moza është e 63-shit, ka lind në Krujë në Shqipëri, ty ja pak me që ju thash për Mozën. Është e 63-shit, ka lindur në Krujë në Shqipëri. Ka mbaruar studime fillestare për albanologji, letërsi shqipe, Universiteti i Tiranës. Anglisht ka studiuar, studied Albanian language e literaturë. Ka bërë MBA, sisteme për sisteme e informacioni, Graduate Institut Kurt Bosch Science Zvicër. Doktoraturën PhD në Sigmund Freud University në Vjenë, Austri. Me nderime, me notat, me ato të shkëlqyera. Postdoktoraturën prap në Sigmund Freud University. Tani të thot Altini, karriera dhe aktivitete, letërsia. Poete dhe shkrimtare e njohur me veprat e saj krijuese. Veprat e saj janë botuar dhe përkthyer në frëngjisht, anglisht, italisht dhe gjermanisht. Ka bërë ekspozita pikture dhe ka 2 albume muzikore. Çmime dhe vlerësime, fituesja e festivalit të poezisë në Sanremo në 1988, kur ka vajt Moza, kjo ka qenë organizuar nga Rai Uno, një çmim i rëndësishëm ndërkombëtar i poezisë. Kur ka vajt Moza në 98-ën, në Sanremo për të marrë çmimin, do më thënë për të konkuruar për poezinë e saj, merr çmimin, ka qenë me një sigun të zezë, edhe japin çmimin ku pa prej lar prej ari, japin çmimin, ka pas debate e reagime të fuqishme në televizion italiane, na kritik të shumë të poezisë. Dhe i flisnin për Mozën që kush ishte ajo që na erdhi me një gun të zezë këtu, me një bruc të zezë, na erdhi këtu dhe na mori kupën, ajo rapsodia. Gjithashtu, ka qenë kandidatur për çmimin Kadare në edicionet letrare kombëtare. Gjithashtu, Mimoza Ahmeti njihet për stilet e saj emocionale dhe provokuese, shpesh duke sfiduar konvencat sociale dhe kulturore. Temat, dashuria, vetmia, identiteti dhe liria shpirtërore, një zë poetik që ka shërbyer si ur mes letërsisë shqiptare dhe kulturave perëndimore. Kështu me Mozën, kaq kisha përgatitur me Mozën. Moza është gjigande dhe ju them, po shiko më e bukur tjetër plak, ose asaj sonit ja kanë nxirri jetën, komentova në një vend atje, atë që hodha me Ermalin, si që ja u thashe, hodha në Facebook, mori 220.000 views e komente e një 3.000 likes e komente pa fund. E kam hedhur në të njëjtin gjë, kam hedhur 20 sekonda në Instagram, 70.000 views, man, crazy, po më të bukurat kanë qenë me Sonin, atje startoj të Soni, me Sonin e griu të shkretën, e griu të zezën. A pyet se ishin ullur bashk në sofa, në koltuk, i thot, unbelievable, crazy, man, i thot, a keni provuar në njerë melankolinë e pallatit? Well, yeah, qa është ajo? No, i thot Soni, se kemi provuar, thot. Qa është ajo? Po ja që i ke të gjitha, thot, dhe prap je i mërzitur. No, nuk e kam provuar në njerë, thot. Po se duhet kesh pallati, thot. Po s'pate pallat, po s'pate
ti kesh bërë radh ato atje në hard drive, njohuritë tua, libra, diturin. It's like, that's what she meant. Aty e kishte fjalën se ku e kishte kuptimin për pallatin. Po përpara kësaj I tha e kputi fare Sonin atje men. Meme, vetëm meme tërkon. I thot Sonit më përpara. Soni I thot asaj, se mua thot me zimi presin mua, thot këngët e mia, artin ti me zi e presin. I thot, po rri moj shoqe, I thot, moj aman, moj kush është me zi po e pret atë artin tënd, këngët e tëja tua kur dalin apo 10.000. Kur e nxjerr thot që del, hajta dëgjojmë. Like është normal. Kjo është dhe këtu. Do you really think se kur vete me një koncert tu vërdall kur ka, do you really think? Në Amerikë kështu është njërë, do you really think? Vetëm po ishin ai Celine Dion, ai kështu se. Men, nuk dua t'i ofendoj, po nuk e kanë mendjen e ropt. Tek ai arti jo, të respektojnë se ka ardhur nga Shqipëria dhe ku është pika që duhet I vë muhabetit. Vin, hun personalisht, t'ju tregoj për veten time, kur vi për të ulur në një tavolin, për të pirë një gotë whisky apo një gotë verë, whatever it is, edhe çfarëdo që tjetë, edhe të ndaj dy muhabete me kë, whatever me kë më bie në tavolin të ulem, si janë ndar tavolinat. Bëjmë një dy shok të rinj, ndajmë një bised, bëjmë na një herë gëzuar, marrë një informacion, po t'je me shoqërinë time, me ata, do you really think se just to have a good time, and do you really think se e kam mendjen unë se qa po këndon ajo atje? It's just friendship, to lose my mind, just like let's go. Just get out. So you do not get stuck on everyday life. Që nuk ngelesh vetëm aty tek ajo që bën e përditshmja. Po se qa e ka emri këngëtari, vetëm I respektojmë. Po jo të Sonit, se si jemi në për të gjuar këngët e Sonit, ka ikur muhabeti Sonit ta dëgjojnë një adolescent me zi presin, po qa presin më I shoqe I tha, ngeli kështu, vine dëgjojnë më na kështu na kur e nxjerr thon, hajde ta dëgjojmë. Nëse po kështu po I telendisi vetëm meme nuk mbarojnë, në shep pa par gjigande, e përshëndes dhe I uroj fitoren. Mbas e s'dihet na një herë këta njerëz men, le që është Florinjer, karakteri është like popullore. Nuk është futur, duket sikur s'është futur fare për çmimin atij. It's like she's living the everyday life. This is me. Why do I have to create skema e gjera e da. Edhe t'ju thot Altini, night, I'll keep my word. Night and days me Luizin. Night and days. Më pëlqente Luizi kur thoshte në I batut edhe qeshte vetë se Ameria vesh se gjua shkodrane shumë e bukur, po kur ti flet shpejt edhe shumë, nuk e kap ti afut me të qeshur, qeshin dhe ropë mbas te e kotë, se nuk e kanë kuptuar se qa ke thënë, po hajde, dua ta dëgjoj gjuhën shkodrane, I përshëndes gjithë dhe I dua, po nuk ishte në atë, s'merja dot në një njohuri, nuk merja dot, nuk kisha qatë të blia, Barcaleta të blia. Man, I don't need it. I need info, I need njohuri, I need something new to learn every day, man. Something new. Mozën e keni ChatGPT, po ju thot Altini. ChatGPT, OpenAI, she is a data. You ring it, she gives it to you, man. E qa kam dëgjuar gjitha ato gjërat bukura që s'po m'vijnë në mend tashti. Po it's unbelievable. Kishe thënë një perl sot, vetëm njeriu ne I humbasim shanset tona, tha, vetëm nga egua që kemi, nga mendojmë se jemi shumë lart dhe I humbasim. Jo nga nuk tha nga arroganca, nuk e tha nga arroganca, dalta gjej këtu çfarë tha. Nuk e tha nga arroganca, nga krenaria, tha, se tani më kujtua, tha I humbasim shanset që kemi jetë nga krenaria, tha, kam humbur dhe dashurinë e jetës. Po e disa kushton që një njeri e ka kuptuar dhe e pranon, ky është problemi më I madh I popullit tonë shqiptar. Jemi shumë krenar, which is gjë e mirë, po jo arrogant.
se janë shumë afër me njëra tjetrin, për totalisht e separate krenarin nga, janë një qime i ndanë, kur të duket sikur krenaria është arrogancë, jo s'është. E ke parash një qime i ndanë nga njëra tjetra, krenaria e kishte lënë atë pa u lidhur me që kishte humbur dashurin, po e di sa e bukur ku duhet ta vë pikën, se u zgjata shumë, edhe da presë shkuam shumë me këtë topik. E di ku është e bukura, kur njeriu e kupton dhe e tregon se ne shqiptarët kemi një problem shumë të madh me egon ton. Mi që jemi gabim, e kuptojmë në një gjë që jemi gabim, ai tjetri ta thot që është kshu, ne vazhdojmë prapa akoma jo plako. Vetëm nga inati, nga ajo që jo, pse fitoj ky, jo, do fitoj unë. Fare aty, fare. Fare e sta jap, jo, se shashu, jo. Like, it's unbelievable, man. Can you find me people like that? Me gjen dot njerëz si ajo, men, që kalon, nuk po thot njerit më japësh përgjigje pozitive direkt me të parën. Kaloj flie off. Flie, go në krevat, hajde të nesme, thoj dale ella, se biseda që bëm dje, kishe të drejt. Po e rrifja me veten time dhe you're right. E disa shumë gjëra do ndryshojnë tek ne si popull, në qoftë se ne bëjmë vend për këto gjëra. We give up. Është that give up moment. Thoje, po, ke të drejtë o vllai. Ke të drejtë. Po ne e shikojmë atë kur diskutojmë një, po ta shikosh në këto bar bufete e Shqipërisë, podcaste, gjitha që janë emisione. Jo, sfitove. Nuk, se ashtu si thua ti. Vetëm na kjo se cim para ne si popull. Anyway, folëm shumë për mozën, po e kam në zemër, I hope she win, which I think se ky është ndryshimi i madh, do ta them dhe këtë që është very organic. She is very organic and very, very smart fucking woman. Very smart fucking woman. Tash ti, çfarë ka ndodhur tjetër? Kthehemi mbas tek Trumpi. Si që folëm dhe sonde, do t'jetë, si që ja u përshkrova në fillim, por me qafar, se është deadline i sonde, s'kemi, edhe 3 ore gjys kemi, 3 ore 45 minuta, është deadline i sonde që ka dhënë presidenti Trump, po si që ja u thash, do bëhet katalizmoja, men, do shkoj crazy, po si që ja u thash, lajmi i fundit është që ata ka rrethuar të gjithë power plantsat me people, me njerëz, i kanë rrethuar me njerëz për t'i mbrojtur, me fëmijë, kalamaj, kanë bërë garth me human lives, që qofse ti i godet, do jetë një katrahure pa parë, do bën një, po këtë kishte thënë dhe presidenti Trump, unë do shuaj një civilizim, fjalë shumë e madhe dhe janë prekur, unë do shuaj një civilizim të tërë, sonde ka thënë. Dhe vi prap tek ajo që ju kam thënë, se kjo kam frikë se do shkoj tek bombat nukleare. Edhe do shkoj me se ai ndryshe nuk e merr dot Irani. Hap, çfarë i tha për Eastern që në mëngjes? Hap your fucking Strait of Hormuz, ka thënë. Ka qenë në ditën e Easterit dhe me shprehje të tilla kam dëgjuar që Tucker Carlsonin, man, ai ka qenë shumë i tensionuar dhe ka thënë fjala atje, who the hell are you? Të shikojmë çfarë do bëhet në ora 8, ka qenë unbelievable. Me çfarë ka kërcënuar Irani përveç kësaj? Sa foli presidenti Trump që do t'jetë bridge, do t'jetë power plant day and bridge day. Si ka kërcënuar Irani? Unbelievable, dhe ata janë të fort fare, nuk lëshojnë pe fare, nuk lëshojnë pe iranianët, men. Me njëherë pas kërcënimit të presidenti Donald Trump, erdhi dhe reagimi i tyre. Dhe cili është e reagimi? Dërguan foto të gjigandit të arshëm të teknologjisë që po ndërtohet në Abu Dhabi. Ja të tregoj dhe foto, se kam foto të data centers që po ndërtohet në Abu Dhabi. Kjo është the data center që po ndërtohet në Abu Dhabi. E doni ta shijoni këtë, u thanë apo jo? Është 5 gigawatt.
5 gigawatt, kjo në Abu Dhabi po ndërtohet, është një nga projektet më të mëdha të inteligjencës artificiale në botë. Quhet Stargate UAE. Një kampus masiv, si që thash, me kapacitet 5 gigawatt. Ky projekt drejtohet nga G42 në udhëheqjen e CEO-s Peng Xian në partneritet me gjigant global. OpenAI CEO ka qenë me OpenAI, CEO i OpenAI, si që dini, është Sam Altman, kemi pas Microsoft CEO, kemi pas Nvidia, Oracle, Cisco Systems CEO, Chuck Robbins, SoftBank CEO, Masayoshi Son, kanë qenë, po i doni t'i gëzoni këto, tha, kjo është $30 bilion investim. Faza e parë do bëhet në 2026, këtu kemi edhe fotot të Trumpit për inaugurimin kur kanë parë moketin se si do ndodhet. Faza e parë pritet në 2026, por vizioni është shumë më i madh, rreth 100.000 sisteme Nvidia të gjeneratës fundit për të furnizuar AI në nivel global. Mesazhi është i qartë. Gara për AI nuk është vetëm në SBA, por edhe lindja e mesme po hyn fuqishëm në lojë. Dhe me këte kanë kërcënuar, doni ta shijoni këtë, tha se është bërë investim kolosal, deri tash janë hedhur ato, janë ngritur themelet, është hedhur, janë bërë gjitha këto investimet e para. Dhe do t'jenë, doni të shijoni, tha, po është investim kolosal. $30 bilion, men, $30 bilion të vjen për scrap. Okej, ta shihim me njerë tek një ngjarje e fundit, do të shikojmë ta si çfarë do të ndodhi sonde. Tani do të hidhemi me një lajm tjetër që ka bërë bujë në datën 28. ICE ka arrestuar mbesën dhe stërmbesën e Qasem Sulejmanit në Los Angeles. Men, ato janë me green card, janë arrestuar në ICE, këta e ka bërë të ditur vetë sekretari i shtetit Marco Rubio. A i tha se nëna dhe vajza e saj kishin qenë në radar të ICE-it për një kohë gjatë para se agjentët të ndërhynin në shtëpinë e qetë në Tujunga dhe t'i arrestonin. Hamide Sulejmani, afshar, 47 vjeç dhe vajza e saj Sarina Sadat Hosseini, i kanë dhe këto emrat, men, hajde kapi, inshallah, i thash mirë, 25 vjeçe u arrestuan nga US Immigration and Customs Enforcement, ICE, të premten dhe ju hoqën green card për shkak të lidhjeve me regjimin iranian. Sipas departamentit të shtetit, kam dhe foto të tyre. Kam dhe foto, po këto bëni jetë luksoze. Këto bëni shkoj, jetë luksoze. Këto pata mundësi të nxirja, po ka dalë dhe me një Hammer, ai Hammeri H1 Hammer, ata janë nga $150.000, $250.000. Unbelievable Hammeri, man. Unbelievable. Crazy, jetë luksoze. Sipas departamentit të shtetit, afshari kishte festuar, vide në Amerikë, men, edhe festojnë sulmet ndaj ushtarëve dhe objekteve ushtarake amerikane. Kishte lavdëruar udhëheqësin suprem të Iranit, e kishte quajtur Amerikën Satani i Madh dhe kishte shprehur mbështetje për korpusin e gardës revolucionare islamike, një organizatë terroriste. Do thoni ju kush është Qasem Sulejmani. Sulejmani ka qenë një oficer ushtarak i frikshëm që kontrollonte, ku e vram në Irak plako me dron. Që ai ka kontrolluar shumë nga milicit, grupet fetare dhe forcat fisnore që përbënin aparatin ushtarak të Iranit. U vranë një sulm me dron, nëse e mbani mend, të SBA-s të udhëhequr nga Donald Trump gjatë mandatit tij të parë në vitin 2020 ka qenë. Më duke në tetor të 2020 dhe ka qenë në Iran, duke vajtur në Irak, ka qenë në Irak edhe duke vajtur në aeroportin e Irakut, me sa mbaj mend. Mos që mbase se jam i gabuar. Sulejmani gjithashtu ka qenë komandanti i forcave më të fuqishme të sigurisë së brendshme të vendit, gjatë 6 viteve të fundit dhe një veteran i luftës Iran-Iraq War, ku kishte luftuar në vijën e parë. Tani, si është e mundur që këto të merrin green card? Këto i kanë marrë green cardat në 2015, kanë ardhur në Amerikë. Tani, si është e mundur?
Po shko, në atë kohë nuk ka pas dalim total për iranianët, nuk ishte ndalim total, nuk ishte travel ban si quhet, të lidhur me Iranin. Këto kanë ardhur më vonë gjatë administratës së Donald Trumpit në 2017. Vizat jepeshin gjithmonë individualisht, po SBA nuk ndalonte automatikisht dikë vetëm sepse është familjar i një figure të njohur politike apo ushtarake. Kontrolli bëhet për personin vet. Dhe u dhan dhe green karta, por mund green karta mund merren në shumë mënyra të ndryshme, për shembull për studime, martesë, bashkim familjar, azil politik. Edhe duhet keni parasysh një gjë që lidhjet familjare nuk janë gjithmonë të barabarta me përfshirje politike. Një mbes nuk konsiderohet mbes, as konsiderohet automatikisht pjesë e aktivitetit të një personi si Soleimani. E ty e pja mendimin tim, ti je guest këtu. Ti je guest, vjen të ushqen Amerika, nuk je amerikane, je guest, je me green card. Do presësh, do kalosh 5-6 vjeç, 7 vjeç, ti je në kontroll të tërkon nga ICE edhe nga të gjitha strukturat shtetërore, e në departamenti i shtetit. Qështu jep ka ty, të kanë dhënë green card dhe po të shikojnë. Qysh ha bukën e Amerikës dhe bën tifo për Iranin. Pack your shit e go dhe bëj tifo që atje. Dhe kjo po ndodh me ju tani. Pëlqen apo s'të pëlqen, wrap up your luggages, valigjet, bëj gati dhe, nuk je amerikan, nuk je me pashaport, po dhe me pashaport jesh tu, nuk je, kam sqaruar dhe njerë, nuk je e lindur këtu. T'ju bie dhe njerë në ndërmend, kalamajt e mi janë të lindur këtu. If I fuck up, në qoftë se dal nga linja e Yqymetit, ta them kështu, po dole nga linja e Yqymetit, mblodhi plaçka Amerikat, nisi andeja shoku, se nuk je amerikan i lindur. Je amerikan i bër, nuk je organik, je fake. Kind. Qofse kalon merresh me droga, apo me sherre, apo godeta, apo gjë, apo më the thash të paketuan, je problematik për shoqërinë. Kanë vetë këta probleme e gjera, zdorin marrin dhe ty që andej të hapësh ti probleme këtu, të paketuan nisën babaçe, s'ri merri me këta. Kështu dhe kjo motra, kjo është, dhe bën dhe jetë luksoze edhe pordën dëng, edhe bën dhe dëngla. Take your shit, go home, that's it, që kanë bërë mirë. Tani, për çfarë do flasim tjetër? Do flasim për shpëtimin e pilotëve amerikanë në Iran. Gjigande dhe kjo men, gjigande, një gjë e tillë nuk ka ndodhur që para 46 vjetësh. Dhe me të njëjtën situatë me Iranin. Ka qenë, po ju tregoj shkurt, me pak fjalë këtë histori që ka ndodhur. Avioni luftarak amerikan u rrëzua brenda territorit të Iranit. Ka qenë një F-15, ka qenë avion F-15. Them se do ketë qenë akta për është bombardus, po do jetë dhe në akta si Behind the Enemy Lines, në qoftë se e keni parë filmin Behind the Enemy Lines me Gene Hackman, kush ka qenë tjetër, ai aktori tjetër i njohur, s'po mbien nërmend tani, po kanë pas few of them, edhe Behind the Enemy Lines, kur kanë bërë në Bosnje, kur Serbia po sulmonte Bosnjën dhe ishin në luftë bashkë dhe këta vrisin e prisin edhe kishte këto varrezat masive dhe këta u ngritën me avion. Ja harrova emrin aktor. Anyway, asaj natë më vjen që harrova emrin, po. Nëse ishin ngrit me avion dhe vetëm fotografonin. Them se do kenë qenë vetëm për të fotografuar dhe avionin ja rrëzojnë F-15-in. I think it's F-15R or something like that. Dhe dy pilotët janë hedhur me parashut dhe përfunduan në tokën e armikut, në tokë iraniane. Njëri u gjet shpejt dhe u shpëtua, tjetri jo. Ai qëndroi për rreth 2 ditë i fshehur në male, pa ndim, pa ushqim, duke ruajtur që mos e kapnin. Çdo lëvizje ishte rrezik. Në shkollë ushtria amerikane ka dërguar, ata thanë, për 2 veta ka dërguar rreth 200 forca. Ka qenë dhe Delta Force ata që e kanë shpëtuar. Dhe do ju them dhe për Delta Force. Do ju flas për Delta Force. Delta Force ka qenë dhe te kapja e Maduros, që ekzekutuan kapjen e Maduros gjigande, me një herë.
Edhe kurse te kapja e Bin Ladenit kanë qenë Navy Seals, ka qenë Team 6, Navy Seal Team 6. Do ja u sqaroj pse. Po shikoni çfarë bën Amerika dhe presidenti Trump e tha, nuk lëm ne ushtar mbrapsht. Nuk lëm, qofse kemi mundësi dhe ka qenë një operacion gjigant i papar i koordinuar me CIA, i koordinuar, u bërë në mënyrë të tillë, u krijua një situatë e tillë, Amerika po bardonte diku tjetër gjasme, ata po shkonin në atë drejtim se like South, po shkonin South, Amerika godista ndi na South me aviona me gjera që këta janë na këte, dhe i shpëtuan këtejna ta zëm nga Westi. Se ai ishte hipur në një kodër kështu të lartë, në një mal të lartë dhe priste atje që ta merrnin, po Amerika krijoi një situatë e gjithë përfshirë dhe CIA, krijon një situatë gjas me ata, po kërkonin andej, ndërkohë po e morën edhe e reskju në këtij dhe e shpëtuan në këtë anën tjetër këtej. Ka ndërguar, siç thash, forca Delta, në fund arrit ta gjetë ta marrin pilotin. I lodhur, ka qenë i lodhur shumë, por gjallë. Tashi mesazhi ishte i thjeshtë. Amerika nuk i le njerëzit e vet pas, këtë tha dhe presidenti Trump, dhe në vendet më të rrezikshme. Tani vim te kjo, pse Navy Seals Team 6 vrau Bin Ladenin dhe jo Delta Force? T'ju jap një shpjegim të shkurtër midis Navy Seals Team 6 dhe Delta Force. Kam dash ta bëj këtë që nga kur u kap Maduro nga Delta Force. Do flas thjesht dhe drejt për drejt. Në 2011 dua t'ja sqaroj se e kam pas dhe vet fiksim. Tani, pse Seals dhe jo Delta Force? Sealsat futen në përndërtesa, në objekte, në kështu për të kapur terroristat apo personat që kërkohen. Janë ekspert në infiltrim të shpejt dhe sulme në ndërtesa, ndërsa Delta Force më shumë punon me kapje dhe operacione në terrene të hapura. Seal Team 6 punon me helikopter dhe aksione të shpejta. Ata fluturuan me Black Hawk brenda zonës nën radar. Seals janë trajnuar për këtë lloj aksioni ultra të fshehtë. Këta kanë qenë, nuk vajti Delta atje, se këta e kam dëgjuar, nuk e di në çil podcast e kam dëgjuar, kam marrë informacione, nuk vajti Delta Force atje, se Navy Seals kishte rreth 6 muaj dhe kanë bërë moket, kanë bërë quhet full scale rehearsal or mission rehearsal, often done at mock-ups or replica site. They create a replica site, whatever, si që ndodhet ajo, e krijuan këtu dhe kanë punuar për 6 muaj rresht se si të organizonin. Dhe me që jam atje ka pyet në momentin e fundit ka pyetur, ka qenë komandanti i forcave të Navy Seals dhe ka pyet gjithë Navy Seals që ishin në dhomë, dhe ata nuk e kanë ditë në momentin, janë përgatitur shumë ushtar atje Navy Seals për të vajtur, dhe ai zgjodhi ata që do të venin në momentin e fundit dhe tha ti do të shkoni. Por ndërkohë që bisedonin edhe flisin për aksionin, ai ka thënë, kush mund të thosh, çfarë pyetje, çfarë rreziqesh mund të kemi ne atje dhe me çfarë mund të përballemi me një të papritur, cila mund të jetë më e papritur, ai thotë, që mund na ndodhi atje kur ulemi me helikopter në Abbottabad tek compound i Bin Ladenit. Më e papritura, tha një nga ushtarët, më e papritura që mund të ndodhi, thotë, it's unbelievable, e pabesueshme. Që mund të ndodhi është vetëm në qoftë se ulemi me helikopterin, i thotë, dhe krijon me murin e lartë 10 metra, krijon helikopteri helika dhe ajri përplaset në mur dhe na kthehet mbrapsht dhe na lexon helikopterin, i tha. Vetëm ajo mund ndodhi. Dhe ajo ndodhi, plako. It's unbelievable, unbelievable. Nese vim prap. Por ata fluturuan me Black Hawk, themi prap tek Navy Seals. Ata kanë fluturuar me Black Hawk brenda zonës nën radar. Seals janë trajnuar për këtë lloj aksioni ultra të fshehtë. Neutralizimi i objektit brenda shtëpisë, Seals din të hyjnë në dhoma dhe të neutralizojnë shpejt armikun. Delta Force nuk është e fokusuar kryesisht në ndërtesa të ngushta dhe vilat urbane. Përmbledhja e gjithë kësaj është Sealsat janë të shpejt, fshehtë dhe brenda ndërtesës. Delta kapje mbrojtje terrenet hapura. Prandaj për Bin Laden u zgjodh Navy Seals Team 6. Delta Force nuk ishte e përshtatshme për këtë lloj aksioni. Tash ti, e keni vënë re apo so keni vënë re? E keni marrë vesh se çfarë po ndodh?
Lëre karburanti se po vetëm me $6, po i marrët vesh se prandaj u them tërkohën që pse lufta nuk është e mirë të rrim sa më larg. Janë rritur taksat. Është shtuar taksa e luftës. E kjo do flasim thjesht e qartë. Kur shteti futet në një luftë i duhen para për ushtarët, armët dhe operacionet. Këtu hyn ajo që quhet taksa e luftës. Si funksionon? Shtohet pak në pagën e qytetarëve. Qeveria merr një pjesë më shumë nga rroga jon për të financuar luftën. Shtohen produkte ose karburante. Çmimi i benzinës ose produkte mu të rritet pak. Qysh pak ka vajt me $6 olla, me 4 është ai, me 4 ka vajtur ai anledit, ai fundit fare. Benzinë e fundit. Okej, është me 4 për gallon, i bie, nuk krahasohet me Shqipërinë, për gjithë ju që dëgjoni nga Shqipëria, nuk krahasohet me Shqipërinë, se këtu te ne sa i bie, $1 litri pothuajisht. Gjithashtu, çmimi i benzinës o produkte mund të rritet pak. Pjesa e saj shkon për ushtrinë. Bono ushtarak. Qytetar blen bono që qeveria përdor për të financuar luftën. Nëse lufta mbaron, bonot kthehen me interes. Taksa e luftës është mënyra që shteti përdor për të mbajtur ushtrinë e gatshme dhe armët të furnizuara. Tani, këtë po e aplikon Amazoni. Nëse e keni dëgjuar Amazoni, po charge, nëse bën order ju 3.5% të vlerës së asaj që ti shpenzon. Say like, thuaj për shembull shpenzove $100, do paguar 103.5, domethënë ke 3.5% do paguar $103 e gjys. Dhe harroni këto, unë gjithmonë tërkohën e kam thënë, harroni, po vendosën këto nuk i qenë më plako. I ke Walmartin, kush tjetër ka vendosur taks për luftën, Targeti, Best Buy, ju garanton Altini do vinë të gjitha, po zgjati lufta që po zgjat, dhe ju kam thënë gjithmonë, mbajni vath në vesh, mbajni se unë tani se kap do të veshin se kam kufjet, po mbajni vath në vesh. Kush digjet, ja u kam thënë në emisionin e parë, mos thirrët e episodi 42, po mos përsëris veten. Kush digjet në këtë mesele? Ne digjemi middle class. Why? Po ata që janë homeless, s'pagojnë as shtëpi, në rrinë të këto shtëpit që jep bashkia e Bostonit, apo në çdo qytet që jepet. Dhe taksa s'pagojnë, shtëpi s'pagojnë, asgjë s'pagojnë plako. Ata miliarderat, kokër, keni Elon Muskun e këta tjerë, ku s'pagojnë fare plako. Asnjë taks, kush e ha? Gjitha ne plako. Pup, që fillon nga ajo që bëra taksat pardije, tha mua bëjmë $200 më shumë, tha. Say like, thuaj për shembull i kisha bërë taksat që e pagoja atë gocën që bëja taksat accountin, e pagoja ta zëm për shembull $250, po marr një vlerë e kishe quar 450. 450. Për kids merr nga 150, që ato të kids ku kanë kalamajt punojnë, ata që janë kështu janë part time, ku punojnë, po bënojnë 6 mishe në vit, 7 mishe, 10 mishe, dhe cit. You know what I mean? I këput bësh taksa atyre është like, pum, një buton, 10 minuta $150. Domethënë janë rritur çdo gjë, në për dyqane nuk shkon dot, është merr, është frikë men. Është frikë të vesh. Kur thot Altini frikë të vesh. Megjithatë, kemi ardhur drejt fundit, ju përshëndes nga zemra. Kur do jemi prap bashk every other week, siç ju kam thënë, jo këtë dielën tjetër, po punoj me një 2 projekte që do të ndaj me juve patjetër, projektet që ju thash në fillim. Na ndiqni. Ju përshëndes gjithëve nga zemra dhe abandononi Big Brotherin dhe shikoni Fermën. Po qofse ta keni vere, prandaj kanë hequr dhe Akilin dje, atë Akilin kaloi nga në stat tjetër, ata duan ta mbajnë të jetë më familjar Ferma se sa me këto sharje, fyrje, bullizime. Ju përshëndes gjithve, I hope everything goes well. Kalofshi një javë sa më të bukur dhe tung!